Ja këtu kemi doktorin, Belerin, Dulen, Atjoanin, në festën kombëtare të Greqisë. Oke, në rregull, jam i qartë tani, do dhe publiku është i qartë. Ate, zotin Dori, ju si historian, është një lloj servilizmi që kemi në shqiptarët që i hapim gjitha dyrët e tempojve për festat e tjerëve, apo pse jo? Edhe kjo është normalitet. Unë them ky gjest ose kjo pjesëmarrja apo edhe festimi për herë të parë me sa mbaj mend në kishin autoqefale, kur ishte Jonullatës nuk u bën asnjëherë. Në pamje të parë është një diçka që do ta filloja me faktin që është ndrruar kreu i kishës autoqefale dhe sot është një shqiptar, ndoshta i pari Anastasi Jonullatës, duke mos qenë shqiptar, kishte edhe atë kompleksin për të mos ta zhvendosur festimet e nacionale të Greqisë në një kishë, në kishën autoqefale shqiptare, ju bëni pyetjen në fakt se kjo rrok shumë dhe shumë është një konglomerat faktorësh dhe mund ta shohësh në shumë pikpamje. Në pikpamjen e parë revolucioni grek ka qenë një revolucion që bëhej mes arvanitëve, vllëve dhe mbeturinave bizantine greqishtfolse të ardhura nga Azia që luftuan për kauzën e çlirimit të Greqisë në vitin 1821. Dhe këtu ky revolucion i udhëhequr kryesisht nga arvanitët, se arvanitët si qenë forca kryesore, jo si vëllezërit tonë, po paraardhësit tanë, si më thënë, arbënorët në tokat tona, arvanitët, arbanit ishin, arbënorë ishin, por që u zhvendosin në kohën e sas Stefan Dushanit dhe ishin forca kryesore e revolucionit. Duke qenë se ishin forca kryesore e revolucionit, nga ana tjetër, shqiptarët e islamizuar dhe të tjerë, madje dhe katolik, u ngritën në favor të Turqisë për ta goditur, si u bët edhe pyetjen, pse nuk mund të shkonte kjo festë në xhami. Xhamia ishte kundër dhe në konceptin gjeopolitik. Është diçka që nuk shkon në konversimin historik, ndërsa në konversimin e sotëm, ajo një servilizëm, vazhdimi i servilizmit politik.